kotin e vogël. Faleminderit gjithë mediave që na keni përcjell sot dhe jo vetëm sot, pas një fushate intenzive, kreative, ajo që po shohim sot në mesditë, fluksi i qytetarëve që po votojnë, edhe nga statistikat e KQZ-s po tregon që aty jemi, pra ka pjesëmarrje relativisht kënaqshme qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë besoj që është jetike që pas debateve e fushatës që ka ndodhur, sa më shumë njerëz të shkojnë të kutitë e votimit, sepse sa më i madh numri i qytetarëve në kutitë e votimit, aq më e madhe garanca për demokraci, e ne besojmë që demokracia është çelësi i organizimit shoqëror politik në secilin vend, në veçanti te ne, prandaj ftesa jonë është e qartë, secilit që ka mundësi edhe vullnet të dalë të votoj, sepse kjo është një garancë e mirë për një mundësi të mirë edhe për zgjedhje të mira. Nëse s'keni ndaj pyetje, unë me kaq. Tash nuk e di dhe sa më lejohet me bë komente politike, kështu që po rezervohem sepse dënimet janë ka gjatë larta, po ajo që besoj që është testi aktualisht edhe ngërçi dhe çka do që është sot deri në ora 19 pas ditët të dalin sa më shumë qytetarë. Bindja ime e thellë është që sa më shumë qytetarë që marrin pjesë në këtë proces të kësaj dite, besoj që vendi do të ketë më shumë mundësi të ketë zhvillim edhe ecje përpara. Prandaj edhe një herë ju falenderoj gjithëve që na keni përcjellë sot edhe gjatë këtij fushatës, edhe po ashtu i uroj gjithë qytetarët e Republikës që kanë votuar dhe i ftoj gjithë ata që s'kanë votuar që dalin të votojnë. Pas orës 7 fillojnë edhe komentet politike. Faleminderit edhe një herë.